Shumë histori të ndodhura në kohën e komunizmit në Shqipëri nuk tregoheshin. Disa konsideroheshin si informacione sekrete e disa të tjera nuk kualifikoheshin për të bërë publike. Në mungesë të informacionit, shumë ngjarje mbeteshin sekrete. Së fundmi, gazetari dhe analisti Milaim Zeka ka rrëfyer për takimin e tij me Enver Hoxhën, surprizën që i bëri e më pas ftesën e bërë nga vetë Enveri. Ai tha: "Unë jetoja në Gjermani dhe vjen ansambli shqiptar për të performuar atje. Për të parë koncertin, ka ardhur dhe vetë Enver Hoxha me disa udhëheqës të tjerë nga Shqipëria. Tani, ju vetë merrni me mend se si u ndjeva kur mora vesh se dhe Enveri do të ishte aty. Rastisi që ditën e koncertit kishte ditëlindjen edhe Enveri dhe unë mendova ta surprizoja. Dola dhe bleva 75 karafila dhe ja dhurova. Ati i pëlqyen, më falenderoj dhe më pas më ftoi për të vizituar Shqipërinë. Kjo ftesë më emocionoi, sigurisht që unë erdha, por çfarë të shoh? Më pritën në aeroport forcat e sigurimit dhe më thanë fillimisht: vendos syze se mund të ketë agent jugoslav dhe të fotografojnë aty shtanga. Gjithsesi, për sa kohë qëndrova në Shqipëri, ku do isha e shoqëruar nga agentët e shërbimeve sekrete. Unë shkova në disa qytete të Shqipërisë, ku jetonin të afërmit e mi nga Kosova. Por ajo që nuk më pëlqeu fare ishte se në atë kohë në Tiranë kishte vajza shumë të bukura. Unë isha e ri dhe kur pan tendencën time për t'u afruar vajzave, më thanë: "Harroje që të ngacmosh vajza këtu nuk je në perëndim." I thash: "Po unë jam djalë i ri, kam 1 muaj këtu dhe është normale që të kem një lidhje." Më thanë prerë: "Këto mendime mbaj jashtë Shqipërisë. Këtu nuk krijon dot lidhje 1 mujore. Nëse mendon të njohësh një vajzë, atëherë ta dish se do të martohesh me të." E mbylla gojën dhe nuk fola fare më për atë temë. E më pas, kur ishte Spartakiada dhe Enveri ishte në tribun, më dha mundësi që ta takoja. E takova, por kuptova se gjendja e tij shëndetësore nuk ishte shumë e mirë. Megjithatë, ajo që dua të them është se në atë kohë unë e doja Enverin dhe e dini pse? Sepse duke dashur Enverin, unë doja Shqipërinë.